Kujtesa e një sakrifice që ndryshoi historinë e Kosovës është përkujtuar edhe largat dheut. Në Itali, Federata e Shoqatave Shqiptare në bashkëpunim me Shoqatën Adriatiku organizoi një manifestim përkujtimor në nder të familjes Jeshari me rastin e përvjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Aktiviteti mblodhi përfaqësues të komunitetit shqiptar, personalitetet e jetës publike dhe institucioneve nga Shqipëria dhe Kosova. Përmes këtij organizimi synohet të ruhet kujtesa historike dhe identiteti kombëtar edhe në mesin e diasporës shqiptare në Itali. Në këtë manifestim morën pjesë edhe përfaqësues të shkollave shqipe Adem dhe Hamuz Jashari në Perugia dhe Jeronim Derada në Firenze, si dhe ansambli i valleve dhe këngëve nga Maqedonia e Veriut, të cilët sollën në skenë elemente të kulturës dhe traditës shqiptare. I pranishëm në aktiviteti ishte dhe Lulzim Jashari, i cili theksoi rëndësinë që ka kujtesa për sakrificën e familjes Jashari dhe luftën e UÇK-s për lirinë e Kosovës. Pa heroizmin dhe luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk do ta gëzonim lirinë dhe Kosova nuk do të ishte shtet. Por liria dhe pavarësia e saj do të ishin të pamundura pa mbështetjen e fuqishme të bashkëpunëtorëve tanë nga e gjithë bota. Manifestimi u shoqërua me një program kulturor dhe artistik me valle dhe këngë tradicionale shqiptare, duke kthyer këto përvjetor në një moment bashkimi për komunitetin shqiptar në Itali dhe një omazh për ata që sakrifikuan për lirinë.